Mirë, jemi rikthyer. Altin Sulejmani, ekspert kontabël, është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi jemi ne. Duke qenë se është lajmëruar jo vetëm falja e detyrimeve, sigurisht si pjesë integrale e ligjit, le themi, falja e detyrimeve tatimore, si edhe detyrimet që janë krijuar nga pushteti vendor. Si edhe doganat, mos harrojmë. Si edhe doganat, po. Nga ana tjetër ka pasur edhe një njoftim për faljen e gjobave dhe kamatvonesave për kategorinë e të vetëpunësuarve në bujqësi, megjithatë përpara se të ndalemi. Ka nisur të aplikohet? Jo akoma, presim akoma udhëzimin të paktën. Domethënë tek të gjitha ndryshimet legjislative të fund vitit që shkoi, domethënë që ishin rësi, paqja fiskale apo falja e gjobave, udhëzimet priten akoma. Së bashku edhe me ato ndryshimet e tjera. Domethënë ky vit dukej domethënë si pa u ndier, por në fakt ndërhyrjet kanë qenë goxha të mëdha. Domethënë flitet për faljen e gjobave, por edhe paqja fiskale nuk është pak gjë. Domethënë ky instrument i ri, i cili parashikon që biznesi të bëjë një marrëveshje me tatime, ti thotë që parashikoj një rritje të caktuar deri në Pra, për rishikimin e pasqyrave financiare. Po, këtu e kam fjalën. Domethënë që të parashikoj të bëjë një marrëveshje me tatimet që deri në një mas të caktuar do paguaj tatim fitim, është ai 18%, dhe mbi të paguaj vetëm 5%, ky është një instrument i ri. Është për tu parë si do funksionojë. Dhe mbi gjitha gjatë kësaj periudhe i rezervon të drejtën subjektit mos të presi kontrollet tatimore, ose administrata tatimore nuk duhet të ushtrojë kontrollet tatimore. Që në një farë forme na le të kuptojmë që është e rëndësishme akoma edhe për vetë administratën tatimore e kupton fuqinë e kontrollit tatimor, kështu që domethënë e përfshin në ligj si për të thënë një masë lehtësuese shumë e madhe. Ja vlen ta theksojmë që gjatë periudhës janar shkurt kur pritej udhëzimi, në fakt do kishte qenë e pëlqyeshme, do kishte qenë e këshillueshme, e pritshme, një lloj pritje edhe nga ana e administratës tatimore për sa kohë të dalë udhëzimi dhe të jepej mundësia tatimpaguesve ta zbatonin. Në fakt i shohim që janë dyndur nëpër dyert e bizneseve, qoftë me kontrolle, qoftë me verifikime nga zyra. Kjo në fakt nuk është, domethënë, pakën flas për një qytet tipi Durrësi, që e njoh mirë. Edhe pse patë një ndryshim në tatimet e Durrësit, ndoshta edhe për këtë arsye, po domethënë një klim pra ndërsa bizneset janë duke pritur që të nisë zbatimin paqen fiskale. Pra falja e detyrimeve të krijuara, por edhe rishikimi i pasqyrave financiare. Po e kam fjalën, në rast se ti vjen bën një kontroll nga zyra dhe shikon një nga zërat e bilancit, pra po ta vëmë re tek paqja fiskale, legjislatori e ka të qartë për çfarë bëhet fjalë. Bëhet fjalë për inventarët, bëhet fjalë për mjetet monetare, bëhet fjalë për llogarinë e ortakut. Në fakt shtyhet që ke llogaria e ortakut, aq më rake ka sa harxhon një fjalë më shumë për mendimin tim në brendësi të ligjit ku shpreh dhe thotë që mundet ti disponoj lirshëm detyrimet, domethënë detyrimet e ortakut, shprehet edhe pa gabim në fakt. Por duket që ky është qëllimi. Qëllimi janë mjetet monetare, është gjendja e inventarit, janë edhe llogaria e ortakut, si dhe fitimet dhe humbjet e mbartura. Tani ti nuk mund vish sot me një kontroll nga zyra dhe ta penalizosh subjektin sepse vën re në një pasaktësi të dukshme tek këto zëra. Ndërkohë që pikërisht për këtë gjë është bërë paqja fiskale, pra se është konstatuar dëndur nëpër subjekte prezenca e këtyre anomalive, nuk mundet që këto 2 muaj të turresh edhe të kapësh, kupton. E qartë. Kjo vonesa ndërkohë si reflekton? Vonesa në nxjerrjen e vonesa është edhe mbi gjitha, udhëzimit, domethënë edhe për se udhëzimi përfshin qoftë për deklarimin e pasqyrave financiare, por mbi gjitha edhe për pasuritë, për rivlerësimin e pasurive të palujshme. Ka një ngërç, po e presim, koha ligjore, jemi akoma brenda afateve ligjore, se ligji parashikonte 3 muaj nga momenti i hyrjes në fuqi, kështu që jemi akoma brenda afateve ligjore, po jemi në pritje. Klima që shkakton akoma nuk kemi hyrë në atmosferë. Po detyrimet vendore ku konsistojnë? Po detyrimet vendore janë taksat bashkiake. Taksat bashkiake gjitha llojeve. Është ajo tipikja që i vend, domethënë që i vjen biznesit, taks gjelbërimi, pastrimi, parkimi, është edhe taksa e pronës. Domethënë
në mënyrë vjetore çdo subjekt paguan pranë bashkisë përkatëse një taks. Tani, ky ligj fal detyrimet, fal edhe gjobat, se mos harrojmë. Domethënë, mos paktën ato kategori duken ngjashme, por janë të ndryshme. Gjoba dhe kamatavonesa janë gjë tjetër. Kamatavonesa është sinonim bashkë me interesat dhe falen të dyja. Gjoba me penalitetin janë sinonime bashkë, dhe një diçka tjetër është detyrimi. Ligji, që ta kuptojmë, duke qenë se ka kaluar kaq shumë kohë, se janë këto tre element për të dalluar, gjithmonë është detyrimi që lind si pasojë e zbatimit një norme tatimore, është gjoba apo penaliteti që vjen si pasojë kur subjekti nuk ka respektuar ligjin më gërm, kështu që vjen një akt administrativ dhe është një dënim lidhe me mos zbatimin e ligjit. Dhe kemi interesin dhe kamatavonesën që në fakt është kur një gjob apo edhe një detyrim nuk paguhet në kohë. Nuk shlyhet në kohë. Do më thënë, është po prap një lloj penaliteti financiar tashmë, po jo për dënimin si një faj i kryer, po dënim për nga pamundësia. Më vjen mirë që e sqarove në këtë lloj forme dhe të kuptojmë se çfarë fshihet, çfarë hiqet, pra, cili nga këto janë tre entitete. Tani ligji çfarë bën? Në krye që ndron gjithmonë detyrimin. Detyrimi duke zbatuar ligjin. Tani, nga viti 2014 dhe më përpara, bien poshtë të treja, i fshim të treja, pas një specifikim. Thjesht se koha i ka plakur. Domethënë ka plakur edhe regjistrat. Nga 2014 dhe më përpara, pra 2012, 2013, 2010. Nuk është ai shumë larg, edhe pse na duket larg, kam fjalën për një shtet nuk është ai shumë larg. Nga viti 2014 deri në fundit 2019-s, pra 2020-s, pastaj legjislatori futet kështu. Po më pagove shumë për i herë, po të fal shumë për i herë. Po më pagove pak, do të fal pak. Dhe ka thënë, në rast se më paguan gjysmën e detyrimeve, brenda një date caktuar, që është data 30 qershor, unë po të fal të dyja poshtë, bashkë me gjysmën e detyrimeve. Në rast se më paguan, jo më me 30 qershor, por më paguan me 31 dhjetor, edhe më paguan çike nga i çik, mundet të fal 25% të detyrimeve, edhe pjesë edhe të dyja këto i heq gjithmonë. Këto i ka si, domethënë, kamatavonesat, gjobat, penalitetet i ka hedhur në tavolinë për t'i fal gjithkohës. Me detyrimin luhet. Ka një kusht sine qua non që gjithmonë na duhet ta themi. Flasim gjithmonë për detyrimet të VSH-je, tatim fitimi, po asnjëherë kontribute. Kontributi i sigurimeve shoqërore shëndetësore nuk preket, edhe për periudhën para 2014. Ka pasur një nismë në ditën e sotme që edhe para, më falë se nuk e thash, edhe para vitit 2014, kontributi nuk preket, pra kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Ajo që i takon të paguaj secili punonjës apo punëdhënës. Nisma sot, se po të ndërpres, nisma sot konsistonte në faktin që bizneset të cilat kishin detyrimet të papaguara të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore, do të kishin mundësi që t'i paguanin, pra nëse i paguanin, do të shmangnin penalitetet në këtë rast kamatavonesat për mos shklyerjen e tyre. Po. Edhe ishin gati 30 efekti financiar, gati 30 milionë euro. Domethënë kamatavonesat. Edhe për t'i nxitur, sepse bëhet fjalë për njerëz të cilët nga mos pagesa e sigurimeve shoqërore sot ju rrezikohen vitet e punës për efekt pension. Ideja është që sigurimet, kontributi i sigurimeve shoqërore është më delikat. Edhe bilancin e ka shumë më delikat se sa një bilanc i shtetit ku ka në brendësinë e vet, domethënë shumë lumej që hyn e dalin, shumë rrëke që hyn e dalin, ndërsa entiteti publik që ka të bëjë me menaxhimin e fondit pensioneve dhe kontributeve shëndetësore, domethënë është shumë delikat, kështu që nuk e përfshin dot këto nismat popullore politike aq, domethënë pa i bë dy llogari mirë. Ndërkohë, dua të ndalemi pak edhe tek pra kategoria e vetëpunësuarve në bujqësi. Ka pas një njoftim dje apo të... Po është i përfshirë në ligj, domethënë. Po është i përfshirë në ligj, po ka pasur një saktësim nga ana e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, ku vihet në dukje, shprehimisht, pika 5 e neni 6, shuarja pjesore e detyrimeve tatimore me kusht pagimin e tatimit, taksës, tarifës, kontributit, parashikon, shuhen dënimet administrative,
gjobat dhe kamatvonesat për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që u përkasin periudhave tatimore nga data 1 janar 2015 deri në datën 31 dhjetor 2024 që rezultojnë të llogaritura apo të regjistruara në llogarinë e tatim paguesit, përfshirë të vetëpunësuarit në bujqësi me kushtin që të paguhet 100% e kontributit brenda datës 31/12/2026. Dhe niveli i kontributeve në fakt që do duhet paguen janë 38.400 lek në vit për zonat malore dhe 29.400 lek në vit për zonat fushore. Për zonat fushore ishte e para, për zonat malore e dyta. Edhe këtu si të qoftë, domethënë është tyrë me faljen e interesave, penaliteteve, kamatvonesave, por kontributi si të qoftë mbetet ai dhe është i panegociueshëm. Që do thot deri në 31 dhjetor 2026, ata të cilët kanë periudha të papaguara mund t'i paguajnë në këto vlera. Në këto vlera, pra 38.400 lek për zonat fushore dhe 29.400 lek në vit për zonat malore. Pa përfshirë, pra nuk do kenë kamatvonesa. Nuk do kenë kamatvonesa dhe penalitetet. Mirë, se është më rëndësi kjo, se bjen vitet, pra janë pagesat që po të bëhet një llogari. Për efekt pensioni gjithmonë. Po të bësh një llogari, domethënë midis kamatvonesës dhe interesit, pakën për një detyrim tatimor, është kështu. Në rast se kamatvonesa ka një kufi për te të cilit ajo nuk rritet më, është gati 24% në vit, 23.99 diçka e tillë, interesi vazhdon dhe nuk ndalon asnjëherë. Interesi është si instrument, domethënë shtetëror, nuk ndalon matja e tij, pra pesha mbi të. Me një llogaritimin mesatare që kam pas bërë për një detyrim i cili ka ndënjur shumë kohë pa paguar, mesatarisht gjeneron 22-23% të detyrimit në vit, për çdo vit të vonuar, kështu që shuma me siguri shumë e madhe. Domethënë, në rast se ti zgjedh të paguash vitin 2016, 2017, 2018, pra po të falet shumë, e kam fjalën me faljen e kamatvonesave dhe interesave, se po të falet gati gjysma e shumës që do kishe për të paguar shtesë. Pra është një mundësi që duhet shfrytzuar. Patjetër. E qartë. Ndërkohë sa rëndësishme është nxjerrja e udhëzimeve në zbatim? Shumë. Edhe si një apel, le të themi, për ta përmbyllur këtë bisedë. Po, i mirëpresime dhe janë përkeqësuar. Domethënë, udhëzimet janë përkeqësuar nga ana administratës tatimore gjatë këtyre viteve të fundit. Në fakt, një herë i kohë, domethënë, ligji bashkë me udhëzimin ishin bashkë, ishin integrues, ishin në harmoni. Sa herë që vinte, domethënë, kishte një ndryshim ligjor, nuk mungonin edhe sqarimet nga ana e tatimeve, udhëzimeve etj, nuk po vjen, nuk e dim, domethënë, not për t'u tërhequr vëmendje. E qartë, mirë. Unë falenderoj sepse kemi mbërritur në fund, kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit. Edhe për gjitha sqarimet. Faleminderit juve. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi mbërritur në fund të Box to Box edhe për sot. Takimi i radhës do të jetë të hënën në orën 16 deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshim.